Domethënë, u ndërtuat si një protestë për qenë shumë herë më shumë se sa opozita, sepse opozita po falimentonte, dhe u erdhin tani ka më pak protestues se sa ka PD-ja. Edhe në shesh, por sidomos në këto aksionet e policisë. Çfarë përdoren, cilat mjete? Përdoren vezë, përdoren sharje, përdoren gur, e tjerë, kjo s'ka shumë rëndësi. Puna është se u kthye aty ku ishte. Shiko, me protestat dhunshme, syri i njerëzit në Shqipëri, sidomos në Tiranë, është i mbingopur. Është i mbingopur dhe nuk e pranon dot. Cila është arsyeja, bëjmë një pyetje vetes, cila është arsyeja që protesta filloi me disa mijëra, dhe ka përfunduar në 100-200 veta, dje s'kishte as 150 veta, as 100 veta s'ishin dje. Pse ka përfunduar? Shiko, ka një të gjithë çuditërisht, është mirë për këdo ta shikoj me vëmendje, çuditërisht qytetari edhe në vendin tonë ka një nuhatje. Ka një sens. Ka një sens dobie. Do një garanci. Dhe qytetarët ashtu e psuan, do më thënë duke besuar, duke paraqitur disa fytyra të reja, duke thënë që është protestë qytetare, dhe u larguan. U larguan për arsye se nuk gjetën veten. Tani, problemi është i qytetarit, për të thënë vërtetën. Qytetari se gjen dot veten në hallet e tij përballë shtetit, por ndërkohë nuk e gjen veten edhe përballë njerëzve që i morën përsipër për protestuar në emër të qytetarit. Kështu që tani është një krizë akoma më e madhe dhe kjo krizë duhet zgjidhur është sanduiçi. Qytetari është një sanduiç tani, sanduiç midis asaj çfarë përcilën ka dalë për të protestuar dhe nuk po